Empatia nuk vjen nga armiqtë e tu. Ajo vjen nga njerëzit e tu të afërm që ti I beson më së shumti. Nuk është thjesht që ata të gënjejnë dhe të paren si budalla, që ti dukesh I paditur. Dukesh I paditur se ti pse I beson ata është shumë absurde, mirë po. Empatia ka një mësim që shumica nuk e shohin derisa dhimbja I detyron. Të mëson të besosh në vepra jo në fjalë. Të mëson që heshtja zbulon më shumë se sa premtime që ata jepin. Dhe më e rëndësishmja, mëson se besnikëria është rrallë dhe kur e gjen. Dhe në atë moment që ti e gjen, e mbron në çdo kusht. Dhe dhimbja jote do të kurret. Po, është shumë e thjeshtë që po do të kurret ti dit. Por mos e lejo që askush të hidhroj. Lejoj ata që të bëjnë më të mençur. Sepse ata që tradhtuan nuk mund të marrin vlerën tënde në asnjë mënyrë. Ti je ai uniku që themi që një njeri unik është ose secili njeri që është krijesë është unik dhe do të jetë unik. Dhe secili njeri në këtë botë është I krijuar në vlerën e vete unike. Ata që nuk veshten, me një fjalë, ekspozuan vetëm vetën e tyre.